Si çdo të hënë, tregu i madh në Gjakov ishte i mbushur me tregtarë blerës. Këtë herë atmosfera kishte një nuancë verore me shumë fidanishte, pemë, pisha dhe lule shumë gjyshe. Tregtari Hasan Shala thotë se kërkesa është e mirë, veçanërisht nga blerës të ardhur nga Shqipëria. Nuk është keq, ka blerës, çmimet janë normale, mira ka shkanë, po më shumë kem klient prej Shqipërisë sa prej Kosovës. Mirë është, nuk ka keq. Por pas ngjyrave të bukura, fshihet një shqetësim i ri, rritja e çmimeve. Tregtari Shala pohon se kërkesa mbetet solide, por thekson se kostoja është rritur. Po ka ndryshuar pak, po. Ka ndryshim. Jo pak, po goxha shumë se çdo sen është me çmim të lartë. Edhe këto gjithashtu janë me çmime të larta. Po ndërprerja e shitjes nuk bëhet kur ka një treg. Edhe një blerës që takuam aty na tha se nuk është i kënaqur me çmimet. Jam marrë këto me ble diçka për i pemët, po çmimet shumë lartë. Edhe nuk përballohen. Nuk e di populli jonë çka ja ka bojnë, pa gjithë të cili mashtrenjë të shoqe. Nuk ka drejtësi, s'ka ligj, nuk ka mbikëqyrje, as shumë dobësi. Sidoqoftë, tregu i së hënës mbetet adresë kyçe për ata që duan të mbjellin gjelbërim veror, me shpresën se balanca mes kërkesës, ofertës dhe kontrollit të çmimeve do të neutralizojë.